Deri më tani, pra të mërkurën paradite, procesi I verifikimit dhe numërimit ka përfunduar në 13 qendra komunale të numërimit, ndërkaq numri I përgjithshëm I vendvotimeve të procesuara dhe që I takojnë të gjitha qendrave komunale është 1379 nga 2498 apo më shumë se 55% e vendvotimeve. Vetëm gjatë ditës së hënë, procesi është përmbyllur në 5 qendra komunale, ndërkaq deri të martën në mesnatë procesi është përmbyllur edhe në 8 qendra komunale të numërimit. Ndërkaq në të tjera pritet që të përmbyllet gjatë ditës së sotme e mërkurë. Sa I përket aktiviteteve që janë duke zhvilluar në qendra numërimit dhe të rezultateve, është duke vazhduar procesi I vlerësimit të pakove të supozuara me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht nga votimi përmes postës, që deri më tani janë sjellur në Kosovë. Qëllimi është që të vërtetohet nëse këto pakë janë dërguar nga votuesit e regjistruar për votim përmes postës. Deri më tani, pra të mërkurën paradite, nga pjesa më e madhe e pakove që janë sjellur në Kosovë, procesit të vlerësimit janë nënshtruar më shumë se 7.000 të tilla, prej të cilave janë aprovuar 7.153, ndërkaq janë refuzuar 142. Arsyeja më është shprehur se përse janë refuzuar këto pakë është se në 114 raste mungon dëftesa e regjistrimit, një dokument me të dhëna unike që votuesi regjistruar e pranon nga KQZ kur regjistrohet si votues jashtë Kosovës. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve janë duke u bërë disa aktivitete, do thotë paranumërimit të fletvotimeve nga votimi në përfaqësi diplomatike, pastaj fletvotimeve nga votimi me postë dhe fletvotimeve nga votimi me kusht, si dhe I atyre të personave me nevoja të veçanta. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve është duke ndërmarrë disa veprime në këtë drejtim. Në QNR do të thotë është duke u bërë vlerësimi I pakove të supozuara me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës. Qëllimi do të thotë është për të vërtetuar nëse ato janë dërguar nga votuesit e regjistruar. Gjithashtu, në qendrën e numërimit dhe të rezultateve do të bëhet skanimi I listës së votuesve të përdorur në vendvotime të rregullta, I listës së përdorur në votimin e persona me nevoja të veçanta dhe votimit në përfaqësi diplomatike. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, që është në fillim të këtij procesi zgjedhor për të trajtuar dhe për të adresuar çështjet apo problematikat të cilat janë paraqitur në zgjedhjet e fundit parlamentare të dhjetorit, pra të cilat kishin të bënin me mos evidentimin e saktë të votave të kandidatëve për deputet në disa nga qendrat komunale, ka përmirësuar rregullativen përmes aktit në ligjor. Më konkretisht, KQZ ka plotësuar dhe ndryshuar rregulloren zgjedhore për qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Në këtë plotësim ndryshim të kësaj rregullore zgjedhore është paraparë që KQZ të vendosë për rinumërimin deri në 10% të vendvotimeve të një komune të caktuar, të cilat paraprakisht numërohen në qendra komunale të numërimit. Qëllimi I këtij parashikimi nga ana KQZ-s, pra që të bëhet rinumërimi deri në 10% I vendvotimeve të cilat paraprakisht numërohen në këto qendra komunale të numërimit, është që të sigurohet se ky proces I cili po zhvillohet në këto qendra është duke u bërë në rregull dhe vullneti I qytetarëve është duke u evidentuar me saktësi. Pastaj, varësisht nga gjetjet e procesit të rinumërimit, KQZ do të ndërmarrë hapa të tjerë.